Me afrimin e sezonit të verës, një pjesë e madhe e qytetarëve shqiptar fillojnë të planifikojnë pushimet apo udhëtimet në natyrë, por për një pjesë të ndjeshme të shoqërisë pensionistët, kjo mbetet vetëm një dëshirë e paarritshme. Një pension mesatar që qëndron rreth 160 euro në muaj, shumica të moshuarve shqiptar e kanë të pamundur të përballojnë shpenzimet e një pushimi modest, qoftë dhe për disa ditë në Bregdet apo në zonat malore të vendit. Në buxhetin e vitit 2025 është parashikuar një rritje simbolike e pensioneve, një indeksim prej rreth 170 lekësh në muaj. Kjo rritje nuk reflekton as pak realitetin ekonomik në të cilin përballen të moshuarit, pas inflacioni dhe rritja e vazhdueshme e çmimeve të produkteve ushqimore, shërbimeve dhe energjisë elektrike, ka rritur ndjeshëm kostot e jetesës. Kjo situatë ka nxitur reagime të ashpra nga organizatat e pensionistëve, të cilët kanë ndërmarrë dhe protesta peticione në disa qytete të vendit. Ato kërkojnë që pensioni minimal të jetë të paktën 200.000 lekë në muaj, si dhe kërkojnë përmirësimin e shërbimeve shëndetësore dhe sociale, që në shumë raste janë të mangëta ose të paarritshme. Menduar të bëni pushime këtë verë? Po kemi menduar, po ja kur na vjen dhe mundësia, do e praktikojmë ato mendim. Dhe vëmë në praktikë. Keni kursyer gjatë vitit apo? Jo, kursime tani edhe bëjmë neve, po sidoqoftë si presionista që jemi, pensionista. Po fjala pension, fjala presion vjen ajo, po për mos na ofenduar nuk na thon presionista të çmendur, po na thon pensionista kanë hequr. Edhe pensionista ne kënaqemi dhe me aq, çfarë do bëjmë? Mund mos na japin gjë fare. Thonë, ju keni kaluar, jeni brezi 13 tani, po ikni 8 vjetë. Ne themi 3 i bëjmë qefin vetë, fata na thoni 13 keni ikur 8 vjetë. Do kaloni pushime këtë verë dhe ku keni planifikuar t'i kaloni? Në Amerikë. Në Amerikë? Unë para ca ditësh festova 20 vjetorin që s'kam qenë asnjë ditë në plazh. Kurse si vjet do shkoj në Amerikë të tapoj plazhin. Krahasuar me vendet të tjera të rajonit, pensionistët shqiptar janë ndër më të varfrit. Në vendet fshinj si Maqedonia e Veriut, Malizia apo dhe Serbia, niveli i pensioneve është më i lartë dhe shpesh i shoqëruar me skema shtesë mbështetëse për verën apo dhe dimrin. Shqipëria, përkundrazi, ofron pak ndihmë të drejtë për drejtë dhe mungon një politikë kombëtare mirëfillt për mbrojtjen e të moshuarve nga stina të nxehta apo të ftohta. S'kam asgjë, jam pensionistë, s'kam plane. Do shkoni për pushime këtë verë? Po, si gjithmonë, 2 herë në vit. Ku keni planifikuar të shkoni? Brenda apo jashtë Shqipërisë? Po, në Florida, në SBA, pasi kam qenë para 5 viteve dhe kam kalon Bresa, dhe kështu që edhe këtë vit do shkoj atje nga data 10 gusht deri 25-26. Dhe me thonë, mendoj që ta kalojmë bukur, pasi është një vend i mrekullueshëm ku temperaturat janë të larta dhe ambienti është shumë komod. Me çfarë shpenzoni më shumë gjatë pushimeve? Akomodimin, ushqimin? Po, hoteli shkon te $3.500, një $3.000 mund të jenë ushqimi në për restorante dhe një $2.000 mund të jenë shpenzime rrobash, do të thonë, pasi i blejmë në venda, nuk është se udhtojmë me valizhe në për aeroporte e gjëra. Dhe kjo do të thonë te $10.000 për person, do të thonë te 2 veta $20.000, po ja vlem pasi siç e thash një në vit, do të thonë janë pushimet verore dhe kështu që edhe truri ka nevojë, do të thonë, për shplodhje dhe diçka të re dhe kjo është pozitive, do të thonë, për resorinë e mëtejshme si në punë dhe në jetë. Pasi çdo gjë pastrohet, rregullohet dhe gjithçka nis nga zeroja pas pushimeve. Po në Shqipëri keni kaluar pushime apo nuk ju pëlqen? Keni menduar të zgjidhni Amerikën? Po, në Sarand kam një apartament dhe të afërmi që janë në Amerikë vinë në Sarand te unë dhe unë shkoj te ata, do të thonë, dhe kështu që është kënaqësi e përbashkët, do të thonë, po në përgjithësi Bregdeti shqiptar është i mrekullueshëm, po meqense jam i ri dhe tani preferoj, do të thonë, shëtis botën, pasi si futemi në moshën e pensionit, atëherë është më mirë në vend tënd aty afër Bregdetit, afër shtëpisë, do të thonë, dhe pastaj edhe nipi dhe mbezat do t'i kesh pranë dhe kështu që tani sa jemi ri përfitoj maksimum dhe kështu që të gjithë do të veprojnë në këtë mënyrë, do të thonë që ta shijojnë jetën në maksimum
sa kanë mundësi, pastaj çdo gjë bie ngatërsohet me ritmin e kohës. Keni menduar të kaloni pushime këtë verë? Unë jo se jem bëj kurime një dani, për zemër. Ku që pa lekë që, komunistët në kanë zhytë fare. S'ka lep komunizmi, sa limë po. Ndërkohë vera e vitit 2025 pritet të jetë një ndër më të nxehtat të regjistruara ndonjëherë, sipas të dhënave klimatike. Ndikimi i fenomenit La Nina që do sjellë temperatura mbi mesataren dhe rreshje shumë të pakta, veçanërisht në zonën qendrore dhe perëndimore, përfshirë Shqipërinë. Kjo sugjeron një verë të thatë dhe të nxehtë, çka për të moshuarit përbën vetëm një vështirësi ekonomike, por dhe një sfidë për shëndetin dhe mirëqenien e tyre. Në mungesë të mjeteve për të kaluar disa ditë në zona më të freskëta, shumë pensionistë janë të detyruar të qëndrojnë në banesat e tyre, shpesh pa kondicioner ose kushte të përshtatshme për përballimin e të nxehtit ekstrem. Kjo sjell pasoja të drejtpërdrejta në shëndet, duke rritur rrezikin për goditje nga dielli, dehidratimin dhe përkrisimin e sëmundjeve kronike. Aspektet ekonomike, sidoqoftë, mbeten sfida më e madhe. Mungesa një pensioni dinjetoz nuk ndikon vetëm me pamundësinë për të bërë pushime, por kufizon edhe ushqimin e shëndetshëm, blerjen e medikamenteve apo ndimin e specializuar që shumë të moshuar kanë nevojë çdo ditë. Duke marrë parasysh këto faktor, është urgjente që institucionet shtetërore të rishikojnë politikat për pensionet, një rritje reale e pensioneve, investimeve në qendra ditore për të moshuarit, si dhe ofrimin e shërbimeve shëndetësore në shtëpi, janë disa nga hapat që mund të përmirësojnë jetesën e kësaj shtrese të popullsisë. Viti 2025 duhet të jetë një vit të reflektimi dhe ndryshimi, jo thjesht për statistik, por dhe për jetën e përditshme të mira të moshuarve shqiptar, që pas një jete të tërë pune, meritojnë më shumë se varfëri dhe harresë. Ta në kanë shtrënë, kanë lënë, që tashën, barishtet. Nuk keni kursyer më përpara? Po që punë e bëjnë? Gazonë plena më lëtë, kanoqë. Do kaloni pushime këtë verë? Po pse jo? Po do i kaloni? Dhe me sa buxhet keni menduar t'i kaloni? Ta që buxheti është pak i rezervuar, por me gjithë ne shohim që do mundohem ta kalim sa më mirë. Unë vi nga Zvicra, për ta kalu këtu në Shqipëri, po në Sarandë kam pensionin. Pa në kthyer për të kaluar në vendin tuaj? Po patjetër. Jo se imi ke gjatë, atje unë vin Lugano. Është shumë mirë, shumë nuk di sa njihni Luganën. Edhe është vend turistik, por në më madhe dhe këtu kanë jetë vinë. Pse mos vim edhe këtu? Si u duken deri tani? Me që keni ditë që jeni kthyer? Të them drejtën, unë kam bërë ca llogarit e mirë këto ditë që kam marrë, janë që harxhimet të tepruar, edhe Zvicra i ka çik të ngritur çmimet, po në Zvicër mblohen me anë tjera sociale dhe nuk mblohen, këtu nuk ka të tilla mbulesa. Këtu është shumë keq, shumë keq, shumë keq. Nuk e di, se si e kalojnë të pensionistat, të njerëz familjar, si mund ta kalojnë të mujin fjalë të. Keni menduar të kaloni pushime këtë verë? Ku do i kaloni? Patjetër. Me sa buxhet? Do të kalojmë në vende të ndryshme. Në ratë të parë, unë kam më të preferuar në Vlorën. Atje dhe arsyeja që kam të preferuar është kjo, se atje është një lokal mirë thash, që bën mbrëmje çdo natë. Dhe gjatë ditës bëjmë plazh, gjatë natës vetëm argëtohemi në Vlorë. Edhe bëjmë 2-3 herë në vit këtë punë. Jetoni në Shqipëri? Në Shqipëri, Tiranë. Në Tiranë? Tiranë. Pra, arrini të bëni pushime 2-3 herë në vit? Po. Edhe ultime turistike bëjmë, se tash jemi pensionista, kemi punuar një jetë të tërë dhe tash ti prishme ato lekët që kemi. Ti harxojmë, kemi vajtur në Dubai së shpejta. Me pensionin që keni, i bëni pushimet? Përda? Me pensionin që keni, i bëni pushimet? Me pensionin që kemi, ne marrëm 20.000 lek pension në muaj. Bile në ka takuar më shumë, po ashtu në zuri ligji dhe se mund të merrem edhe 60.000.